Natyra femërore është e aftë të dominojë në çdo fushë të jetës. Forca e tyre është ndërthurje midis dashurisë dhe vullnetit të hekur. Prezenca e saj ndihet, preket, sepse është rrënjësisht e ndryshme nga ajo e meshkujve. Politika është një arenë ku meshkujt kanë timonin kryesor të drejtimit, por kjo nuk do të thotë që femra shqiptare mungon të rësisht në këtë arenë. A është e domosdoshme prezenca e saj në politik? A duhet mbushur kuota e 30% e grave në parlament? A është konsoliduar barazia gjinore? Sipas statistikave, 16 deri në 17% në parlamentin shqiptar janë gra, ndërsa në zgjedhjet vendore nga 65 bashki, vetëm 3 drejtohen nga gratë, ndërsa nga 320 komuna, sërish vetëm 3 janë gra kryetare. Por në krahasim me kohët më përpara vjet të ri një ndryshim pozitiv. Lidhur me këtë çështje, Nora Malaj, antare e kryesisë së LSI-s, shprehet për mikrofonin e Channel One. Natyrisht ka kohë që flitet për problemin e paritetit gjinor dhe për prezencën e gruas si një forcë dominante dhe shumë e nevojshme në fusha të ndryshme të jetës. Edhe në pozicionin e zëvendësministres së arsimit dhe shkencës, po dhe në pozicionin e antares së kryesisë së LSI-s si një forcë progresiste e cila e shikon problemin e politikës gjinore si një politikë shumë të rëndësishme, mendoj që në Shqipëri janë bërë ndryshime pozitive. Janë bërë ndryshime pozitive duke u nisur nga këto faktor. Po ta shohim në aspektin e politikave gjinore, edukimi i shoqërisë fillon pikërisht me edukimin në mjediset shkollore dhe unë pa frikë mund të them që neve në vlerësimin që i bëjmë politikës së kurrikulave mësimore, Shqipëria zë nga vendet më të mira edhe në rajon, po edhe në qasjet që bën me vendet e tjera të zhvilluara në drejtim të programit mësimor, pasi i gjithë programi mësimor kur hartohet që nga sistemi parashkollor deri në universitet, kalon mbi filtrin e paritetit gjinor dhe është një nga standardet për të vlerësuar programin, tekstin, shembujt, modelet dhe për të krijuar kështu një koncept të re të kuptuarit të paritetit gjinor. Nga ana tjetër, në sistemet të ndryshme, po flas për sistemin e arsimit shqiptar, kemi një pritshmëri shumë të mirë të studenteve dhe studentëve, kemi rreth 90% të nxënësve të klasave të nënta që futen në gjimnaze, 90 deri në 92%, ku pjesa më e madhe janë vajza dhe djemë, dhe ajo çfarë unë doja të nënvizoja si dukuri pozitive është fakti që edhe në arsimin profesional, që deri dje ka qenë vetëm dolmen i djemve, si vjet shohim një thyerje të pozitive, pra një trend pozitiv, ku kemi dhe pjesëmarrjen e vajzave. Kjo tregon që pjesëmarrja aktive e të menduarit aktivisht në procesin e edukimit po fillon të prodhoj pritshmërinë e nevojshme për një shoqëri të emancipuar. Në 2013 unë shpresoj shumë që të kemi një prurje më të fuqishme të grave, që shoqëria shqiptare të kuptojë që nuk dua më gra të egra, gra që bërtasin, gra që ndryshojnë formatin e tyre, por duam zonja të vërteta, të cilat kanë një formim, kanë një CV, kanë një background, kanë një kontribut në shoqëri, në zhvillimin e shoqërisë, kanë një kontribut së pari në familje, kanë një partneritet shumë të mirë që është modeli midis burrit dhe gruas, dhe kanë një realizim në portofolin e tyre, të cilat lidhet me të gjithë backgroundin akademik, me backgroundin social dhe me përfaqësimin politik. Kjo është vlera më e madhe për të krijuar standardin e politikanit, duke menduar që në 2013 nuk do kemi më standarde të personave no-name, nuk do kemi më kandidat për deputet të cilët janë të panjohur, po si rezultat i interesave kanë qenë pjesë e lobimeve të ndryshme dhe për këtë arsye janë aty për të marrë atë që quhet fatura e shpërblimit për kundrejt një pune që kanë bërë, por do kemi standardet e njerëzve që dinë të bëjnë politikë, standardet e njerëzve që mendojnë politikisht pozitivisht, standardet e njerëzve që kanë humanizëm brenda dhe kemi nevojë për një rilindje të vlerave njerëzore. Çfarë mendojnë qytetarët lidhur me pjesëmarrjen e grave në politikë? A duhet të rritet prezenca e tyre në politikën shqiptare? Patjetër, sepse gruaja është një fuqi dominose, që është tepër aktive si në jetë familjare, në biznes, gjithashtu edhe në politikë. Unë ashtu e mendoj. Po t'isha këtu në Shqipëri, do të dëshiroja që populli do t'i shërbeja në fushën politike. Jam marrë dikur me sindikatat, me gruan, ndodhem jashtë shtetit, më bërë qefi që ka shumë ndryshime,
më bërë shumë qefi edhe të mendojnë edhe qik për gratë emigrante. Me pjesëmarrjen, për mua mendimi im është i pakët i femrave në politikë. Më mirë të ishin gratë në politikë se sa burrat. 80% do ishte më mirë që të ishte 80%. Duhet rritur, pa tjetër, që të mos rritet. Shka më forë që burri që gruaja. E një lojtë është si, ajo edhe aji njësoj. Duhet të marrë në pjesë gratë më çdo vend. Është shumë e vogël dhe mendoj se duhet të ketë më shumë. Mendoj që duhet rritur numri i grave në politikë, janë shumë pak, nuk mjaftojnë për të përfaqësuar forcën e vërtet femrave. Po mirë, ndoshta i është edhe më tepër, unë jam kosovare dhe te ne është njësoj si këto. A duhet rritur numri? Me siguri. Unë mendoj se gratë do të jenë më shumë, se gratë janë nëna dhe nënat mendoj më shumë. Janë dhe një koqire, dita. Për gratë njerë më shumë do të jenë. E gruaja nga vetja saj nuk është edhe korruptueshme, kupton? U drejtojnë gratë. Prandaj them që sa më shumë gra më mirë është për vendin. E ti gjithë bota kryeministre, presidenti, ne skemi këto gjëra akoma. Skemi arritur akoma. Në Evropë skemi akoma femra shumë me pozitë kaq lart. Për mua e pash jam mbledhje dhe jam dakord. Numri i grave të shtohet. Në parlamente, në vendimarrje kudo. Që gratë marrin pjesë politikë është gjë shumë e mirë. Gjithkush duhet ketë shanse që të marrë pjesë politikë, dhe të shprej gjithçka atë që ka shkollimin, idetë, përparimin, gjithçka që ka. Në numër patjetër duhet rritur, por gjithçka është në bazë të konkurrencës, në bazë të dëshirës vetë femrës që duhet marrë pjesë. Nuk është se duhet ketë një lloj privilegjimi pozitiv për femrat. Edhe pjesëmarrja e gruas në politikë ka rëndësinë e saj. E mira është edhe gratë të marrin pjesë duke ndihmuar dhe ato me mendimet e tyre në drejtimin e politikës në vendin tonë. Thuhet që njeriu është një qenie politike. Leadershipi femëror duhet të lindë natyrshëm, patjetër që edhe me një formim profesional. Nëse ke edukuar një burr, ke edukuar një familje. Nëse ke edukuar një femër, ke edukuar një kom.